Nusja qik kur së bëhet, se qika ta thot në i fjallë, te e hunë shkryt, se ta ka thonë qika jo. Nusja me bëme ta thonë në i fjallë, te e qënë hunën ka qep, edhe si të vjen djallin shpia, djallit, ma ka thonë nusja në i fjallë, kuptan? Para tjetë dhe si më qu kur, po ku je mërzitu në shka folin e të poshtë, a që nusja ashtë që qu. Jo, mu e drejmë, në kom flajnë, dhe në tjetë, burim ka thonë flajnë, në kom flajnë. Unë si më qu në 5 saate me fshia borë, me thonë gruja filonit, të qu në 5 fshinja borë. Jo, vëllohi, them nësë me janë shu kryt në kotë në ullën. Se mentaliteti këtu është ma ndrysh për i vende tjera? Dëgjo, unë nuk e thom mentaliteti që ka faj. Se unë shpesh herë thom, ndoshta disa gjona atëherë kanë qenë shumë më të mira se sot sotit. Shumë më të mira. Edhe unë shpesh herë thom, na si popull, për fat keq, zaherë jemi mësu, zaherë që shi bjen kjo, jemi mësu gjithmonë ndoshta me rnu me tut, me pas frikën, për me dit na me respektu dikonin. Apo kuptën që du të them. Jena mësu zaherë, se tash, na ka mojt njëherë turki tut, na ka mojt shkall tut, edhe për mdo këtë si tuta i shkona jo, që neve na ka pru derin që gjendje, që na me mbrojt, se na përpora kena pas tut, për tut e pas këm dasht prindin. Për mësusit kena pas tut, mësusi kemi mësu. Për gjithë shkafit kena pas tut, edhe dhe më thonë tuta i shkon, na kish pru edhe marrën, edhe njerëzien edhe krej. Tash ka humbë respekti. Tash s'ki tut, edhe në familje. Se po mundoha më konë pak ma demokrate, ma civile, tash s'ki ku gjo. Ti tash që s'po i respektuajnë atë print e vetë, si do mërë. Valaj kjo pjesë, me njës për këto me fol, duhet me fol një jadit. Zijas vetë që ka me thonë se me të vërtet është më tarë dhe gjynashme. E pova kur e pova një që mësusi që i ka ra ati, aj që e ka shumë, po ku ki gudzoftë, unë nuk jam për dhunën, sërëzisht nuk jam për dhunën, dhunën e u rej, bre, thash edhe 100 vjetë na duhe neve me ardhna, mirë për na si popull e kërkojnë nështë a thuj vetë dhunën, po ku ki bërtit drejt me shty një arsimtar që ty të shkollon, qysh ki drejt ti me shty një arsimtar që ty shkollon. Edhe në qu shteti, shka kanë bo shteti, këtu që po flasë tash palidhje, ndërshta po, o qu shteti ja u ka dhonë drejtën thmive, se mund ku jem konë fush Kosovë me lokalin e orë thmija më ma thuj lokalin. Kanë hi mrena, më ma thuj lokalin, thmi. Edhe ajo punturja jeme, u ja ka dhonë një shuplak njonit. Unë si jem konë atë ishë, po më thirin telefon, shkova për gjoj, ata kishin marrë me mi thuj sen dhe thmi, ata i ka qu dhe kosh, po pa marrë parasysh. Edhe i thira unë e policinë. Edhe për ju thojmë qështu policie, tha, a ki ka mira këto po? Tha jo, ajo tha ja hina një shuplak, ati i mas. Tha jo, zgudula me që ka mira, pse? Tha të shojnë të ja hin, tha edhe, tha del problem. Po, a vetë fajtor? Ti, kur ja jep drejten, fmis, qatë drejt, 13 vjeqit, e ish ka dirë marë thmija ta kallë ma shpijen, ja jep drejten, ti duesh me asiguru edhe venin ku me qu qatë sni. E ju mi adhon t'i drejten e me vujtë sët babe none. A me ndonë që pak po mungon edukata në familje, në fmi? Unë e thëmë gjithmonë si fmija rritet me traditen shka sheh, ju shka e mësën prindi. Se ne pash prindin rrogaqin e botës, du në hangjin e botës, alkoholistin e botës, tith aj se mësën fmin e vetë keq. Mirë po, fmija rritet me ato shka sheh në familje. Nese baba ka me dit me respektu nonën, djali jëtë ka me dit me respektu njëse grunë e vetë. Nese nona ka me dit me respektu burin, njëse mas nesri qika ka me dit me respektu burin. Nese nona ka me dit me gatu, qika ka me dit me gatu. Dhe me thonë, krejt senët vinë burim i familjes. I kumë një shumicën e rase që kanë thonë, rjetët sociale, telefonat, por normal, nëse unë e marë telefonin edhe ullna qëto, edhe rrigjet ditën telefon, thmija jam pëse së rrinë telefon, pëse nuk rrinë. Muetre na pare gëracek kena lujt, e din ata, si di e rez, di adin, ata faguart kena lujt, na ata kena lujt. Kështu që... Se kanë ndryshuar që ka të shonë? Nuk e di, nuk më me dhomë përgjigje këto, nuk e di shka është sistemi, nuk e di liria, besoj, na thash nësi na mësu popull me pas lirien, edhe tash i desa ta mbjetuëm me liri që shtu e kena probleme. Sa ka ndryshuar koha e vajzave në kohën tonë, Shumë. edhe tash? Shumë.
që s'ka ndryshu shumë, ka ndryshu koha në kohën teme, se unë mi pa pas që të drejta që shikanë vajzat e reja, ku me ditë ku kisha arrit mu drejme, nështë në parlament kisha shku. Po unë s'kum pas drejta, baba jem s'm kalon me shku në shkollë. Vish 8 vjetë. Si kena po 8 vjetë, baba ka këshu me ta gjithë burim në të martu. Po e marrë shembull. Shumica ka ndodhë. E tash vajzat e reja kanë drejt shkolle, kanë drejt edhe me punu. Ta marrë shembull qikën teme, qika jem është në Zvicër, qika jem edhe ka punu në McDonald's, edhe o shkollu, pëse qikën e kom inxinjere. Edhe pse e kom inxinjere, se qika është inxinjere e rrugve, se qika jem e ban autobonin zisa metra projektin e autobonit. Mi po qika jem në vikend shkon, punon prap në McDonald's. Edhe, a kuptan? Se që ashtu rritë, se edhe mu më ka po të punu, edhe unë e kumë punu. Qëfar mendimi ki që mamat janë ke shtrajtu gratë, kur janë martu, doft mi ju nejtë gati t'i rrive, musafirve, se atëherë që shetim ka pas ma shumë. Ani më drejmë për na, si kanë lanë me punu. Ani na tash vjera, ta ma shemë unë e jam vjerë. Tash e kom nusë në shpi, tash ka po thuti. Nusja më arë më mnajt aty, më prit musafirin, si nusja nështë nuk ma në gjemë musafirin tem, e unë më qu me vënju. Më të shka bëhet nomi, si quhet nusja, po kur do me kalzua jo më të vetën e vetë, ta ma shembull. A kuptën? Shka do me thonë ajo? Që rrinë me vjerë ose që nuk thëmë që s'ka dhe vjerat, në thoi zatë që jenë shkaktore që kanë do djemë, se a këtë një që shtoj një farfjole, më dek djali për i nosi, që ti e rez, dja i din këto, po kush e ngonë këto e din që thojnë, ndek djali për i notit nusës, tres, kanë thonë, ka edhe asi vjera. Amo, motër tash e ki të në senët, pëse duhet me dalë mos marvesh, unë e kom nusën teme në shpi se kom, pa ajo jeton me djalin, vjen, pa shatë modhen zotë dritë më bëhet shpia kur vjen. Do me thonë të i shumë e knaqme. Me nusën a? A e cilëson si qikën tonë? Qëre, na që të du se shumica thët e kom nusën shoqe, e kom nusën qik, e kom nusja qik kur së bëhet. Se qika ta thot në i fjallë, te e hunë shkryt, se ta ka thonë qika jote. Nusja me bëme ta thonë në i fjallë, te e qënë hunën ka qep, se ma ka që nusja. Edhe si të vjen djallin shpia, jo se e bëjën, se me s'kesh kuptuat, se min gjithë po presin me kesh kuptu, po si të vjen shpi, djallit, ma ka thonë nusja një fjallë, kuptan? Unë atë problem nuk e kam se unë jam moderne, tash po flasë më përgjësi, nështë se edhe në familje tema mundet me pas që si loj persona. Ti që ke pas raportet me vjerën tonë? Vjera jeme, vjera jeme. Vjera na, unë burin atë ko e ku morë pak si veta, dhe në kështu. Edhe na jena 2 motra një shpi. E unë gjithmonë jem konë njëri që bëj hajgore, bëj humore, bëj... Edhe, ku shkojsha të motra, thesha unë ja bëj vjerës, kështu e, ja bëj kështu e, ja bëj kështu e. Ajo vjera, jam e shkon tutë, si shka i bëj, unë s'ki kuzoft atëherë mi bo vjerës dishka, sot bile kili ri, atëherë s'ki kuzoft qak. Edhe ajo i shkon tutë vjera, si ku me di shka i bëj, e ajo më priti mu me stopës, ma shumë se sa, që shkova. Po, qëre, nuk mund me thonë që më ka prit edhe ku shedi, mirë më ka prit, po prape ka pos që të farloj frike, vjere më ka doshë shumë, vjere më ka thonë gjithmonë, unë ty të kom pregamerë, se e kom cek edhe me një intervjist, shumica kanë thonë që është përmenët me pregameri, vjere mu më ka qitë në qatë shkallë, dhe më thonë që më ka thonë unë ty të kom pregamerë, qatë shumë si më ka doshë të vjere. Dhe më thonë të e këtë pas për kroja në dashnin e vjere? Shumë e kom pas dashnin, po unë ja kom po dashnin vetit dhe bisunit para tjetë dhe si më që u kur, po ku je mërzitur në shka folin ato poshtë, a që nuk si ashtë që ju, mu e drejmë, në kom flajnë, dhe në tjetë, burim ka thonë flajnë, në kom flajnë. Unë e kur jeta jeme s'ku mërnu për halkë. Unë e ku mërnu gjithë mund vetëm për vetën time. Shka më bje mirë mu, shka i bje mirë burit, tem familjes teme. Unë e si më qunë 5 saate me fshia bërë, me thonë gruja filonit, nusja filonit, të qunë 5 fshinja bërë. Jo, vëllohi, edhe sot s'punoj për halkë. Edhe sot punoj me bo krenorë fëmin tem, burin tem edhe kaqë. Gishtat i kinë dorë, nuk i kinë njësaj. Mi anis te me shku për fije që ti, që të rëdzohësh, që të qohësh pak, që të qohësh krejt, që të rëdzohësh prap, që të rëdzohësh... Naj, jetën e qëtë në stabil vetë. A janë kuna herë të burri për vjerën tonë, me tonë që shtonë sa? Una, kur një. Pës që më përlaon me vjerë. Edhe pse ato kanë thonë së që nusja...
Jo, ato kam, jo heq, atëherë unë s'ku di shka janë kritikat, jo ty besi si e marrë kur, jo pashalojnë kur njetë si e marrë me kritika. A e kom pas, a di shka e thëm një shpreje, nështë a e kingu, që kom thonë shumicën e rasteve, kur ta ki dilin për mi kry, rreq ka cilën rreth, ato i merë era, kërsoja mu nuk më lak pike shil, e dil është burri. Kështu që kërkoni njeri unë që e ki dil. Shka cilën rreth, pikat mu s'më lak ku gjë. Kështu që dil është burri, edhe burri është jargani i gruës. Nëse ti burrin e ki, burri ty ka me të bo mrete për mi mreti. Nëse ti burrin se ki, sharove, po edhe gruja do të me marrë. Thoj një fjallë, një burri keq që se marrë një gru, jo, një burri mirë që se marrë një gru të keq, ati si thojnë burë. Po edhe një gru e keq që nuk e mirë, që nuk e marrë një burë keq, asasaj si thojnë gru. Kështu që qështu është. E jo s'u kom mu da për dy fjallë. Desha me të prezentu edhe laserin. Laserin e kom DOD. Me të vërtet kësh nuk shifet që është shumë i malë kësikum për depilimin me qimeve. Ky është një laser shumë i vogël, po jashtëzakonisht ka rezultate shumë të mëdha. Do me thonë ka efekte jashtëzakonisht pozitive, nuk është estetik, se si që sheh aparaturën teme, nuk është kësi aparaturë estetike fundë e kry për më do e bukur për sy. Po aparatura jam është shumë e vogël, po ka rezultate pozitive. Sa seanca duhet mi bëha për me pas rezultate? Me thonë drejt, po vazhdojna dhe të vetja jeme, unë me 4 seanca të kom të mija ka pas suksesin. Nuk është që është i shtrejt, çmimi e kom, do me thonë 3 zona, e kom 300 euro, me 4 plus 1. Do me thonë gjithmonë e ofroj një seancë gratis. Se nëse nisë mi bo një ka një... A dalon seanca 3 personit? Jo, nuk. Unë e pro me po tani javë për Zvicre, për Gjermani më ka thirë që një javë ditë prej Vranjevësit Prishtinës. Unë e disha që jo jashtë, po ajo qashtë shumë kish frikë me më kallëzu si është jashtë. Jo në atë aspekt, në aspektin e efektit. A efekti, ka se qimja dikun është ma e dopë, dikush është nuk janë krejt personat e njëjtë. Do me thonë edhe fshehin që janë jashtë për mos mja u bojt qmimin ma. Po bre, pse bre na keni dhonë që tut, bre, pse bre na keni morë që shtu na keni dhonë që tut, pse? A beson Zotim ka thirë që një javë ditë në telefon, edhe unë e disha që o jashtë, se disha se në gjipët njërë jashtë se nuk i din tereni, nuk i din, me folë nuk i din ku pilhonet e këtu, i shkurt trup. Edhe unë e disha edhe ku merdh prom, din gjashtë e kum priqë të ku merdh prom, thash u tha unë e jem Gjermani, thash e kum ditë e motën veti për shmim, thash o mos u tot bre, thash se shmimi ka më konë qash, bile një uve t'jashtit nështë aja u shrej edhe ma lirë, tha motër na kanë dhonë tut, o shumë e vërtet që na kanë dhonë tut, pse duhet me bon këta, pse bre duhet me bon se Kosova është ndërtu pi dorës jashtit, bre pi gerbës jashtit, pse duhet me na bo kitë sanë, kjo më dhamë shumë. Për çka shërben? Çka shërben që kjo? Çfarë efekti ka? Që kjo thirët u zënë sa una terapi. Që kjo i ka i veshtë ato teshat, unë e dhezin një 10 minuta partë klienti këtu, edhe kjo i ka, se pas në nrym, kjo i ka dhe 90 temperaturën, me 90 temperaturë, është e parapo me nejt 20 dhe 30 minuta. Mirë po së mundet kërkush me nejt që to, e ka o zonë sistem. Kjo shërben për dopsim, rolin kryesor e ka për dopsim. Mirë për kjo qaq mirë bën edhe për shëndet, se unë kërë komorë atje kanë thonë që kjo bën për shëndet shumë mirë, zdutit se i kishka bën shëndet, se për ndryshe i bën konkurencë medicinës, se kom në rrymë për fat edhe kjo dopson. Po e ka shëru gjontrën teoridet e unë që unë e kom pas të morë shkallës B 1 cm të madhe. Kjo është për tendosjen e muskulaturës, është për rëumën, është për infekcionet, është për relaksim fizik edhe psikik. Është për toksinat e këqija trupit që nxjerrën. Ndjersitja që ti e nxjerr prej kësaj, i ke hek krejt toksinat bakteriale prej trupit tonë. Kom klient që s'ka mujt me hec as në parin kat, unë gjitë në kat mas e i ka bo seancat. Ka pos efekt? Është një aparatur që ka efekt edhe të shëndeti. Mirë për duhet më rujtë të vjomi. Vjomin e keq a di shka të me thonë me hek 2 kg vjam për trupit. Se kom kliente që thënë,
valla unë s'jem lik, më t'i ke 2 kila vjem, më ja diçka do me thonë 2 kila vjem, se 2 kila vjem hekin, desa t'hekin 2 kila vjem është pjesë e madhe. A kupton? Qaq ka shumë efekte, po mos harroj me cek edhe një se klientela jonë është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Pse është e vështirë se mendoj që me të parën herë, unë këtyne mi u fryje dhe shka mi u bo. Duhet me vazhdu me seanca, si të trajtimet e likuret, si të kjo, si të laseri, çdo gjosh shkon në lës. Vin 1-2-3 herë dhe shka thot zoja, thot, valla, s'mujta më orë, se s'm ka pas rezultat. Po ku më s'ka pas rezultat, ti ftyrën se ke trajtu kurre me 2 herë, po dënë me trajtua. Dhe me thonë e presin efektin e me një herë. E me një herë shumë, s'ka efekt me një herë shumë, nuk ka efekt me një herë shumë. Kjo është jashtëzakonisht një gjohë. Po mos harroj me cek se kjo ka shumë rëndësi, bile shumë mirë që keni ardhur dhe po më vjen shumë mirë që po muj mi prezentu gjitha gjonat e mia, të paktën ka njerëzit ku më drejtu të kvaliteti dhe ta hekin atë xhelozi që unë e marr për Zvicrë, më marr punën edhe më marr parën, ta harrojnë, unë ku marr me prunë kvalitet, originalitet shërbimeve. Unë jam që tash të ju lidh me një firmë aloe verës në Zvicër, për në Zvicër jam partner tash, për në Kosovë pun duhet me hi me kry, me marr prej as dhe në zhe, diplomën që mi ditë gjitha produktet, ato produkte janë shëndetësore. Ato janë, unë e kum pas rahumën, si s'mi sheni pak gishtat mi sheni, nështë pak të shtremt, se e kom edhe pak si trashegim, desa jem shku mi bo analizat, se mu më dalin shumë jashtë, shumë nga dalë më dalin senet për mrena, desa më dalin jashtë s'mi gjojnë shumë kalaj, se si përdori gjona bia shumë zotë me më kalzu analizat. Edhe kur ja nisën me më dhim duhet që s'mu isha qështu mi bashku, shkohat e mjeku tha po, tha ka pak troza. Dhe me thonë rahuma, aktroza jenë si të përbashkë ta pak. Edhe une u lidha me që të farloj firme, edhe ku ata mi caktu, unë për 3 muaj që i kum pi produkte të që kjo firmë, unë sot i mbylli. E tash jem të këshyrë mi prunë qatë firmë në Kosovë, nuk bi produkte, ko me pru vetëm firmën, ko me dhonë vetëm me ta qu linkun, të ma shembol ty, me t'i qu produktet për shfar problemi, ti ma të regojnë problemin nësi, ti kimi përësit që ato produkte vetë, edhe ato prej Zvicrës kanë me tarë ty në postë tonë. Dhe me thonë, këto jem të ju mënu me bo qëtash, me pru sa ma shumë kvalitet, edhe ishallah besoj që njerëzit janë falenderus për këtë gjohë, se e di që vujnë shumë për raume në Kosovë. Çfarë këshille për fund ja kështë e krejt grave, femnave, që dojnë me ha biznes edhe me posa, mos me marrë gjukimet, mos me undiku prej para gjukimet që ja u bojnë tjerë? Unë e kisha thonë që kur të nisësh me njetë mirë, gjithë shka del pozitiv. Sakrificat janë. Unë ku e marrë me hapë biznesin në Kosovë, nuk është që i ku mëndu sakrificat, se s'jam person që mendoj shumë gjatë. Unë edhe ku të vinë në Kosovë, sot e bëj njetë, njësër të hybi në aeroplan, vi. Dhe me thonë, mirë po, le të hapin biznese kvalitet pune, thash, unë e kom shkollën, mi a dhonë certifikatën që tu le të vjen le të ma qelë lokalin mu së mbohet vonë. Vetëm jem e knoshni që ajo e di që jep dishka që e ka marrë profesionalitet punës të une. Kështu që le të bojnë zojat e vetit, se me punë arrisin çdo gjë. Sot ka ardhur koha mos më zgat dorën kërkuj. O, sot edhe burri si burr po don për interes. Po si qos, sot ka ardhur jeta llok soi bi. Përpara s'kena pas na më ngjy flok, çka e ty thon. Sot sa ja kuqë unë syt, ja qes që ka burrit jam, blema e ngjyrës flokëve, pse vëlla mos më punu vetë unë me ble ngjyrën. Po nuk do të thonë që unë e kam parën edhe se femna dinë edhe më tranjun ka i herë, po më konë bashkum, se nëse ti kimi janë gjitë dorën, se nëse ti a shkruan letrën burrit, unë e du që gjon, aja tonë e ka për nerva, atë kur vjen shpe me një rogë, që shdo me jetu me një rogë, edhe vjen shpe, edhe pa tjetër që ka me dalë punë me ty, pa tjetër që ka me rojë fëmin, pa tjetër që ka me bo një dishka, ose edhe gruja, nëse burri rrinë të ndite nuk punon, edhe gruja shkon e punon, edhe burri nuk punon. Dhe me thonë, këto jenë gjona që tash që jenë të e shkatru familjen,
Se për para kanë pas krejt njësoj motër. Ne familja aty këtu ka pas. Se për para kena qitë pësien kryj, na shku kena mua mirë të kryshia, kena lyp një kërështë kryp, kena bo. Sot zvjen kush vallaj pa krype që të bukër në zvjen se më stadina e që unë se kom krypen. Hep një mërë këtu sana, jetën e qetë, jetën për vetën tonë e qetë, për kërkon tjetër. Ende ume faleminderit shumë, na turojmë shumë sukses e kalo mirë çdo. Faleminderit gjithashtu, më kërkon nërsa kom fol pak më emocion, po faleminderit gjithashtu, vjen shumë mirë.